Kryetari e re e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ul këtë të njëjtë për herë të parë në vendin që e përmban rregulloria përballë këshilltarëve të mazhorancës dhe opozitës në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Mersini paraqiti Këshillit një nismë të re të firmosur si ndërvendimet e para të marra prej saj, bashkimin e ndërmarrjes së pastrimit me atë të gjelbërimit. Kryebashkiakja e mbrojti projekt vendimit me argumentin e efektivitetit të shërbimit të pastrimit dhe i gjelbërimit, duke marrë shembullin e sezonit turistik. Sipas Mersinit, ky organizim i ri do të ulë edhe kostot. Në atë performancën që është bërë në fundin e vitit në shifra, në efikasitet, tregoi që gjërat duhet të përmirësohen në këtë nivel. Do të thotë, qyteti nga zyra urbanistikës ka nxjerrë rrugët dhe sipërfaqet në qytetin e Vlorës, ku rrugë dhe trotuare janë gati 455.000 metra katror, kurse bloqe janë gati 290.000 metra. Në manualin e Bashkimit Evropian dhe standardin të orëve të punës të punëtorëve është përcaktuar që një punëtor në 6 orë shihen 6500 metra. Po të mbledhin të gjithë sipërfaqet, trotuare, rrugë, bloqe, dhe po të bënim ndarjen ashtu siç e kemi bërë në analizën e kostos që kemi bërë, që jo të gjitha rrugët e qytetit do të fshihen çdo ditë apo trotuaret do të fshihen çdo ditë, por rrugë me prioritet që kanë densiteti popullsie dhe frekuencë përdorimi në qytet më të lartë, do të thosh që numri që na duhesh për punëtorët e pastrimit do të ishte një numër shumë i lartë dhe i konsiderueshëm për të dhënë performancën që i duhet këtij sektori. E dyta, në sezonin turistik, shpeshherë ka ndodhur që punonjësit e gjelbërimit mund të kërkoheshin pra esencë drejt sektorit të pastrimit. Kontratat e punës janë të përcaktuara, të gjithë punonjësit kanë kontratë përcaktuar në sektorin e gjelbërimit dhe nuk mund të tjetërsohet kontrata në momente që ne kemi nevojë dhe Bashkimi dy ndërmarrje e rrit flotën e punonjësve në sezonin turistik, duke bërë dhe kjo të jetë një arsye më shumë që mos të kërkojmë numrin që na kërkojnë standardet. Pra në rast se do t'i referoheshim standardeve, do të thotë që numri për punëtorët e pastrimit në sipërfaqen që ka qyteti, do të thotë që do të ishte 150 deri në 200 dhe ne kemi ulur të gjithë frekuencat e rrugëve që do të pastrohen, duke parë popullsinë që jeton sot në Vlorë, pra jo atë popullsi që ne kemi në regjistrat e gjendjes civile dhe për këtë arsye kemi menduar që të ulim numrin dhe të ulim kostot për burimet njerëzore, t'i bashkojmë të dy ndërmarrjet. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini e vendosi theksin tek efikasiteti që do të sjellë kjo reformë dhe tek integrimi i proceseve të punës. Shumë punëtorë të pastrimit, të gjelbërimit, bënin procesin e tyre të punës të krahasitjes ose procese të tjera dhe të gjitha ato produktet që dilin nga procesi i punës liheshin në rrugë me idenë që do të vinte punëtori i sektorit pastrimit t'i punonte. Dhe do të thotë, punëtorët e pastrimit me makina, kosto shoferi, kosto nafte, kosto punëtori, kosto ata që vinin të punëtorët e gjelbërimit, makinë gjelbërimi, naftë gjelbërimi, punëtor gjelbërimi, pra kërkoheshin për një proces pune të vinin dy ekipe. Pra nëse ne i bashkojmë, procesi i gjelbërimit, pra i krahasitjes dhe i pastrimit do të jetë në një. Do t'i referohemi standardeve të cilat duhen për burimet njerëzore, për gjithë sipërfaqen që kemi në qytetin e Vlorës, numri duhet të ishte shumë herë më i lartë. Duke bashkuar në ndërmarrjet e kemi pasur synimin që mos arrim të marrim numër të lartë për sektorin e pastrimit dhe 200.000 metra janë sipërfaqe të gjelbëruara, edhe po t'i bashkojmë dhe 200.000 metra të cilat janë inventarin faktik dhe fizik të bashkisë për sipërfaqe gjelbërimi dhe ato në standardet e Bashkimit Evropian kërkojnë një numër të caktuar punonjësh. Nëse do t'i referojmë këtyre standardeve do të ishim me numër shumë më të lartë, gati 3 fish, 4 fish më të lartë. Këto janë një nga arsyet që ne kemi menduar që do arrijmë performancë, por edhe kjo lihet për të parë vitin tjetër, nëse edhe ne do t'rregojmë me këtë performancë, me këtë numër burime njerëzore, nëse do të arrijmë qëllimin ton për t'i bërë efikase dhe proceset e punës të integrohen, por dhe burimet njerëzore të paksohen në një proces pune. Nuk ka pse në një proces pune të marrin pjesë 4 veta, kur ato mund ta bëjnë shumë mirë 2 veta në një proces pune. Këto janë të gjitha arsyet, të cilat i mendoj që dhe po t'i referoj me administratës, nuk mund të ketë shef finance një ndërmarrje, shef finance një ndërmarrje, 2 drejtora, rroga të cilat edhe këto janë në uljen e kostove financiare sepse paguhen me nivel më të lartë pagash dhe drejtimi dhe të gjithë dhe ajo që element tjetër është që për numrin e mjeteve që ka edhe gjelbërimi edhe ndërmarrja e pastrimit, do të thotë që nuk janë shtuar shoferët, sepse janë mjaftueshëm, janë 31 shofer, mendoj që edhe ky gëshetimi i numrit të shoferave për të gjitha mjetet do të jetë për të dy sektorët i njëjti numër.
Për vitin 2026, ndërmarrja e re e pastrimit dhe gjelbërimit do të ketë 336 punonjës. Transferimi i sektorit të ndriçimit e ndërmarrja e shërbimeve publike është një tjetër reformë, ndërsa një ndryshim tjetër i rëndësishëm është vendosja e sektorit të ndriçimit nga Drejtoria e Infrastrukturës tek ndërmarrja e shërbimeve publike. Bashkia e Vlorës argumenton se kjo do të sjellë koordinim të mirë dhe shfrytëzim më efikas. Kjo ndërmarrje do të ketë 150 punonjës dhe do të vendoset në godinën e ish gjimnazit Shaban Demiraj për shkak të mungesës së hapësirave dhe rritjen e volumit të punës. Për këto ndryshime, këshilltarët e mazhorancës dhe opozitës argumentuan qëndrime të ndara.